Pas seancës solemne, studentët e uniformuar të Universitetit të Prizrenit kanë marshuar nga shtëpia e Bardh deri në Shadërvan, në shenjtërimi për 12 qershorin e vitit 1999. Kurse në ditën e 12 qershorit, Isa Berisha, kryetari OVL-s, në emër të shoqatave të dalë nga lufta, përshëndeti duke rikujtuar projektin serb të patkohit që mendonin të ndanin Prizrenin e këtë pjesë t'ia bashkangjitin Bogoslavis. Këtu komandant Drini ka dhënë kontribut tepër të çmuar. Mirë po, një emër nuk duhet të harrohet kur. E ky është komandant Drini. Ai hartoi planin, ai besoi në Prizrenin e bashkuar. Ai bashkëndoi çdo hap me njësitë të cilat vepruan në mbretëritë të qytetit, si me njësitin e Laçës Tusus, me njësitin e Kabashit, me njësitin e Përdrenis, si dhe bashkëndoi edhe me forcat e KFOR-it gjerman, që ky qytet të mos thyej dhe ku jemi dhe ja ku jemi në këtë qytet të bashkuar, të lirë dhe krenar. Vlen të cekës se përveç brigadës 125, që kishte rol vendimtar për shirimin, ishin edhe brigada 123, 124, 128, kontribuan edhe zona operative Pashtriku. Të nderuar të pranishëm, sot ne kujtojmë vetëm një ditë, kujtojmë një betejë të dritës. Pas këtij fjalimi, General Kodesi Lame ka folur për lavdinë e trimave të UÇK-s e pastaj për formimin e shtetësisë së Kosovës dhe të njohur ndërkombëtarisht. Sot çdo qytetar që gëzon lirinë e ka për detyrë të bëjë një lutje për çdo luftëtar të lirisë e të rënë dhe të shpallë një qendres, duke u besatuar me ta për siguritë përjetshme të dhëvut. Duhet kuptuar mirë se për te çdo interesit përkohshëm qëndron një mirënjohje e thellë për ata që kanë kushtuar jetën e tyre për të liruar dhëvun, si dhe për të mbrojtur çdo të drejtë të shqiptarëve, për ta bërë Kosovën të lirë e kombin shqiptar të sigurt. Dita e çlirimit nuk është thjesht një ditë për kujtimi, por duhet të kthehet në një ditë ku të gjithë fëmijët të rritur të kuptojnë se kjo është një ditë për të njohur guximin, për kushtimin dhe sakrificat e brezave të kaluar për atë dhëvun dhe të shprehin vlerësimin e përzemërt për çdo individ që ka qëndruar e qëndron në rrugën e luftës e të vështirësive për të mbrojtur lirinë që ne e duam fort. Guximi për të qëndruar, luftuar e sakrifikuar është dëshira më e fortë për të jetuar, sepse nuk ka jetesë të sigurt pa gatishmërinë për të vdekur. Këtë duhet ta kenë të qartë të gjithë. Politikat për paqe qofshin të mirë së ardhura, por përgatitja për qendres duhet të mbetet prerë pjesë e jetës tonë. Kështu e kanë të gjithë në botë, prandaj edhe bota është sadopak e sigurt. Prandaj të gjithë në këtë ditë duhet të bëhen të qartë se çdo njeri që i përkushtohet çlirimit dhe mbrojtjes së dhëvut është një atletar që në lera atin e shtëpisë për të shërbyer në ushtri duke mishruar trimërinë dhe vetmohimin e pakufishëm. Kurse studentët e uniformuar kanë qenë në Gadito, ku pas këtij fjalimi e ka lëshuar sheshin, kurse tingujt e këngëve atletare kanë vazhduar.